është edhe Beratin, do të lidhemi direkt me Alma Spathara, eksperte e turizmi dhe operatore turistike. Alma, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Klan Kosova. Knaqësi, bukur, si jeni jo? Shumë mirë. Po, si është Berati? Berati është plot me turist. Plot me turist? Po, pa tjetër. Pra, nuk pushon sezoni atje, nuk ka në fakt sezon turistik në Berat. Është e vërtet, ndryshe nga Bregdeti, që sezonin turistik e ka më të shkurtër dhe i fillon më vonë, në Berat nuk ka sezon turistik. Gjithë vitin është plot me turist. Plot e për arsye se në Berat turistët gjejnë gjithçka. Gjejnë ushimin më të mirë, kulturë, arkitekturë, verë, dhe kantina shumë të mira. Është mali shenjti Tomorit, ku ne kemi 5-6 itinerare, hiking, kajak, kemi kanionet e famshme të Olsunit. Tani është sezoni mirë për të bërë rafting. Dhe kanioni Gumëzhin nga Huajt, nga shqiptarë të Kosovës dhe shqiptarë të Shqipërisë. Është plot me turistë, prindër, fëmijë. Është fantastike. Pa dyshim. Dhe përveç jush lidhe direkte kemi gjithashtu Blerina Ago, përfaqësuese e industrisë së turizmit. Blerina, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, kënaqësi të jem me ju sot dhe një ditë e javë të mbarë të gjithë shqiptarëve që na ndjekin. Gjithashtu, faleminderit dhe aty që ke gjetur kohën të na informosh për sezonin turistik për këtë verë. Nuk mund të themi që ka nisur zyrtarisht, mirë po shohim që kemi vizita që po i bën dhe Bregdetit, jo vetëm pjesës malore të Shqipërisë. Me sa duket, nuk flasim më për një Shqipëri turistike vetëm gjatë verës. Edhe të dhënat e fundit të Instatit tregojnë që nga periudha janar-mars, si pasur një rritje prej 3.2% dhe vetëm gjatë muajit mars një rritje prej 10.7% të numrit të vizitorëve të huaj në Shqipëri. Që do të thotë, Shqipëria po shihet si një destinacion gjithvjetor dhe pa diskutim, duke diversifikuar dhe tregjet, ku jo vetëm turistët çeke, polak nga prej nisëm, por tani kemi edhe shumë turistë Evropës veriore dhe perëndimore, duket se Bregdeti dhe temperaturat e kësaj pranvere të hershme janë okay dhe për ta. Të kthehemi pak sa nga Bregdeti, aq nga malet, po i kthehemi maleve dhe gjithashtu ofertave malore për këtë sezon turistik. Alma na treguat që është rritur dhe interesi nga të gjithë dhe nga shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë, madje dhe sigurisht edhe vendeve të tjera dhe të huajve, por sa keni punuar ju që t'i ofroni një ofertë sa më të mirë dhe sa më atraktive vizitorëve tuaj? Patjetër ne kemi përgatitur paketa për një eksperiencë të plot. Paketa me disa net qëndrimi, ku kombinojmë bukur, aventurën, kulinarin, kulturën dhe bashkë veprimin me banorët e zonave të thella. Prandaj dhe turizmi i aventurës dhe i natyrës është një ndër më të suksesshmit edhe për ekonominë lokale të zonës. Dhe është pikërisht ky lloj turizmi natyrës ekologjik, i cili është më i preferuari nga të gjithë turistët, nga të huajt edhe nga shqiptarët. Ata janë gjithmonë më tepër të interesuar të mësojnë rreth mënyrës së jetesës, traditave, zakoneve të banorëve të zonave. Prandaj janë rritur shumë këto lloj ofertash. Gjithë tur operatorët kanë futur aventura të ndryshme, ne kemi investuar në paketa të reja, si bicikletat elektrike, në përmale, eksplorimet e ndryshme të shpellave, kurset e gatimit, stand-up paddle, kajak, kemi rritur standardet e shërbimeve dhe është lloj më i mirë i cili çon të ardhurat. E përmendet standardet e shërbimeve. Dëgjojmë shpesh ato fjalët që në Shqipëri nuk na presin mirë. Cilat janë komentet e juaja karshi këtyre komenteve hezituese, karshi çështjes së shërbimit? Patjetër që kudo ka vend të përmirësime.
Sigurisht që të gjitha review-t që tur operatorët marrin nga turistët gjatë vitit mundohen që t'i përmirësojnë ato. E kam kuptuar shumë mirë që duhet të përmirësohet pjesa e shërbimit dhe jemi duke punuar fort në këtë drejtim. Turizmi gjithmonë më shumë është bërë një nga mënyrat dhe fitullat kryesore ekonomike, kështu që të gjithë janë fokusuar në trajnimin e burimeve njerëzore, në trajnimin e personelit, në rritjen e standardit, jo vetëm në investim, por edhe në pajisje dhe në burime njerëzore, dhe kam përshtypjen që ky vit do jetë shumë herë më i mirë se viti i kaluar. Kemi pasur një rritje të turistëve të huaj të vit, në krahasim me vitin e kaluar, gjithmonë një qëndrojnë rritjes së standardeve dhe të mbajnë një çmim konkurrues me vendet e rajonit. Kush mendoni se është faktori kyç për këtë bumin turistik të Shqipërisë? Shohim çdo ditë që shkruajnë mediat ndërkombëtare botërore ka çështjes së turizmit në Shqipëri, po kush është faktor kyç, qoftë politik, qoftë në zhvillim, qoftë në investime, kush po ndikon që Shqipëria të jetë zona ose vendi ma i kërkuar, ndoshta edhe nga mediat ndërkombëtare ma e publikuara kohëve të fundit? E para është natyra e virgjër. Shqipëria është ende vendi i fundit i egër në Europë. Është i pa eksploruar. Turistët janë kurioz për të vizituar Shqipërinë. E dyta janë çmimet konkurruese. Në krahasim me vendet e tjera të Europës, Shqipëria sot shihet nga turistët e huaj si një vend ideal për të eksploruar, për të bërë aventura dhe me një çmim ekonomik. Shumë e vërtet. Mikpritja dhe diversifikimi i natyror apo i paketave turistike në Shqipëri e bëjnë vendin tonë një vend të preferuar, konkurrues në krahasim me vendet e tjera të Europës. Blerina, e kam një pyetje ka shi çështjes së çmimeve të si vjet. Me kampanjë deklaratë të kryebashkiakës së Vlorës këto ditë e fundit, Brulinda Mersini, që tha që si vjet nuk do të ketë më çmime të shezlloneve deri në 20 euro, por do të jenë deri në 7 euro, pra 7.000 lekë. Sa është e vërtet kjo? Do të ka rënje ose potencialisht rënje të çmimeve të shezlloneve? Mendoj që deklarata e zonjës kryebashkiake i përgjigjet dhe tendencave që janë ndjerë së fundmi jo vetëm në Shqipëri, po edhe në vende të tjera të Europës, si Italia apo Spanja, në rritjen e çmimeve dhe për shkak të situatës gjeopolitike. Pra, nga njëra anë kemi një konflikt në lindjen e mesme, i cili do të ndikojë gjithashtu edhe Europës, sipërsa i përket ndikimit pozitiv dhe negativ. Pra, Europa tani më shihet si një destinacion i sigurt për të udhëtuar dhe kjo nëse nuk kemi përshkallëzim të konfliktit, mund sjellë një rritje më të lartë të numrit të vizitorëve, përfshirë edhe vendet në zhvillim si Shqipëria, apo që janë ende për të zbërluar, sidomos për sa i përket turistëve europian, prej ne ku varemi në mbi 80%, por paralelisht besoj që kjo krizë gjeopolitike, e cila ndikon edhe në çmimin e rritjes së naftës, e cila do ndikojë të gjithë sektorët, përfshirë turizmin dhe ato të lidhur me to si bujqësia transportit, ka bërë që të ketë një tendencë të rritjes së çmimeve. Dhe besoj që të gjitha këto deklarata të kryebashkiakes, por edhe më përpara të kryeministrit Rama, i bëjnë thirrje të gjithë operatorëve turistik privat që mos të abuzojnë. Pra, jemi në një situatë që Shqipëria ka një rritje të jashtëzakonshme, ku vetëm vitin e kaluar turizmi kontriboi në rreth 5.7 miliardë euro. Pra këto çmime pritet të jenë edhe në përbashkësi tjera, jo vetëm në Vlorë. Patjetër në gjithë Shqipërinë. Vlora është nga destinacionet e cila, le të themi, është në qendër të vëmendjes për sa i përket turizmit blu. Pra, është gjithë pjesa e Bregdetit shqiptar, përfaqësohet në farë mënyrë Vlora si nga bashkitë më të mëdha që preten dhe flukset më të larta të turistëve. Por kjo është një thirrje që turizmi duhet rreth parë të shpojë
dhe të siguroj standardet më të larta, sepse vetëm standardet dhe shërbimet e mira do na bëjnë konkuru. Pra mund të ketë një bomë akoma më të madh se sa viteve të kaluara Shqipëria dhe për shkak situatës gjeopolitike, por sa ka kapacitet që ta përballojë, sepse ky mund të jetë një test, ndoshta kjo periudhë kohore, ky vet mund të jetë një test për turizmin shqiptar. Po, para disa ditësh dhe Banka Botërore doli me një raportim për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe pa diskutim bëj një analizë dhe Shqipërisë, ku turizmi shihet si mundësia e artë për të vazhduar rritjen ekonomike, por paralelisht shihet edhe si një kërcënim nëse nuk bëhet në mënyrën e duhur. Që do të thotë, në rast parë të sigurojë mirëqenie për të gjithë shqiptarët, duke filluar nga infrastruktura, nga përmirësimi i shërbimeve të transportit publik e kështu me radhë. Por paralelisht nuk duhet të shihet turizmi shkëputur nga bujësia, nga prodhimi i brendshëm bruto e kështu me radhë. Pra, vetja është që kjo rritje kaq e lartë e numrit të vizitorëve përshkallëzon rritjen e investimeve, sidomos atyre të huaja, dhe kjo në një farë mënyrë përput sektorin e turistik, pra përfitimin ekonomik, pra përfitimin real, i cili ndodh për shqiptarët dhe banorët lokal. Dhe pa diskutim, ne dim që turizmi, sidomos ai i sezonit të lartë, nuk vjen vetëm me gjurmë pozitive, ka edhe ndikime negative si trafik i shtuar, rritjen e çmimit të produkteve të shportës, një densitet në disa zona të caktuara, të cilat e bëjnë edhe jetën e banorëve shqiptar më të vështirë. Dhe duhet një menaxhim i balancuar, integruar, duke respektuar në mënyrë sa më të qëndrueshme të gjitha resurset tona natyrore, kulturore dhe njerëzore, që sa pasi e thamë që turizmi është një sektor i bazuar te burimet njerëzore dhe ne duhet të sigurohemi që të sjellë punë me dignitet dhe mirë të paguara dhe institucionale për shqiptarët në mënyrë që vërtet turizmi të ketë një përfitim ekonomik për ne. Flasim pak për ndoshta për mënyrën se si ka ndryshuar dhe është larguar ai modeli vetëm det dhe diell, tani më turistët po kërkojnë eksperjenca të tjera, sikurse ato që i ofron Berati dhe zona përreth, por me çfarë sfida përballeni më tepër, Alma? Veçanërisht gjatë sezonit kur kulmon akoma më shumë turizmi dhe turistët e huaj. Mendoj që sfida kryesore për turistët e huaj në kulmin e sezonit është ulja e standardit të shërbimit, problemet me transportin publik, të cilët ngelet nga problemet kryesore, dhe sigurisht mbetjet urbane, ngelen një tjetër shqetësim të cilët turistët e shprehin. Ne gjithatë mendojmë që Shqipëria sot ofron dhe është gati të ofrojë turizmin ekologjik dhe të natyrës më mirë se sa turizmin blu dhe atë detar. Sepse banorët e zonave ofrojnë shërbimet e tyre në vendet e tyre pa lëvizur, në vende ku turistët dynden si në Bregdetin shqiptar. Prandaj nga të gjitha review-t që ne marrim, turistët janë më tepër të kënaqur me pjesën e ekoturizmit, me Beratin, Përmetin, zonat e thella, sesa ku vjen puna për ditët e qëndrimit të tyre në Bregdet. Edhe për sa i përket raportit shërbim-çmim, gjithmonë. Prandaj dhe turistët e huaj janë më tepër të fokusuar në vende të cilat ofrojnë një paketë të plotë turistike, ku të gjitha familjet të huaja kombinojnë gjysmën e ditës aktivitet natyror, mund të vizitojnë një sajt kulturor, janë më tepër të fokusuar tek turizmi i eksperiencës, ata shkojnë dhe kanë dëshirë të vizitojnë fabrikat e vogla artizanale, artizanët, të shikojnë se si bëhet një produkt i caktuar, që janë reçelrat apo glikot në qytetin e Përmetit, si gdhendet druri, pra eksperienca autentike të thjeshta japin ngjyra dhe diversifikim
bukuri të gjitha paketave tona shqiptare. Dhe bëj Shqipërinë unike, tërheqëse për turistët. Ushqimi ngelet një nga pitat kryesore, turistët janë më tepër të fokusuar dhe të kënaqur me atë çfarë ofrojnë të gjitha njësitë e shërbimit, mikpritja gjithashtu. Prandaj dhe ne duhet të fokusohemi më tepër në ofrimin e eksperiencave autentike shqiptare, duke i ndërthurur bukur të gjitha eksperiencat e turistëve. Alma, ishte kënaqësi shumë që realizuam këtë bisedë. Shumë faleminderit për këtë lidhje direkte. Shpresoj në Berat edhe nëpërmet të bëjmë raftin e lumin e Vlosës, kajaking, bicikleta elektrike. Ecet me mushka po i bëni apo jo? Po, patjetër. Alma, faleminderit. Janë më të preferuarat e turistëve. Faleminderit shumë, përshëndes shumë dhe miru takofshim Berat herën tjetër, jo këto. Blerina, kënaqësi çdo herë, shumë faleminderit që realizuat këtë lidhje direkte. Kam përshtypjen që të takohemi përsëri gjatë kësaj pranvera apo edhe gjatë verës. Me kënaqësi, përshëndetje nga Gran Canaria. Përshëndes. Përndryshe, Enes, nëse nuk e ke vizitu Beratin, duhesh patjetër me shku, përveç krejt këtyre aktiviteteve që i përmend i paga shumë edhe Alma, për mu ka qenë një prej vendeve më të bukura të Shqipërisë. Në vitin 2016 është shpallur një prej vendeve më të bukura në Evropë, e pashë përsëri është rikthyer ai artikull ku duhet vizituar patjetër qytetin e Bardh apo qytetin e dritareve një mbi një që është njihet përndryshe. Ushqimi dallon shumë prej pjesës tjetër.